Pyetja radhës është kjo, thot një teleshikues, a lejohet të lexoj horoskopin e për gazeta ditore, qoftë se e bëj atë edhe sa për të humbur kohën, sepse edhe nuk I besoj. Kemi fol, më duket, për disa aspekte të fallit apo të domthonë të horoskopit në disa përgjigje të mëhershme, edhe një herë do thotë e theksoj se me të vërtet besimtari I sinqert e beson se caktimi dhe ndodhit të cilat ndodhin apo ngjajnë në të ardhmen janë gjëra të cilat I din vetëm Allahu I plotfuqishëm, jo dikush tjetër. Allahu I lartësuar thot qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Po thot Allahu I madhruar, thuaj o Muhammed se nuk e din do thot asnjë krijesë e cila jeton në tokë apo në qiell të fshehten përveç Allahut të madhëruar. Dhe me këtë po na tërheq vërejtjen se ndodhit e të ardhmes, se si do të ngjajnë ato, janë nga specifikat të cilat I din vetëm Allahu I madhëruar. Për këto gjëra nuk I ka ditë as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I cili ka qenë njeri që I është komunikuar shpallja direkt nga Allahu I madhëruar. Prandaj të gjitha ato vërtetimet apo të them më mirë pretendimet atyre fallxhorëve apo falltarëve dhe atyre të cilët pretendojnë se me anë të horoskopit apo me anë të kafes apo gishtave domthonë shuplakave të dorës e kështu me radhë arrin të dinë do thotë diçka nga e ardhmja, janë vetëm pretendime dhe mashtrime të njerëzve me anë të cilave mundohen që njerëzit I devijojnë krejt qëllimi kryesor I krejt kësaj është që nëpërmjet kësaj të arrijnë edhe të mira materiale do thotë të fitojnë, për arsye se shumica e këtyre punëve bëhen me pagesë do thotë edhe fitojnë do thotë nga punët e këtilla. Dhe ne themi se kjo gjë është ndaluar edhe vetë nëse ndalim edhe e logjikojmë. Si ka mundësi për shembull gishtrinjt e dorë, domthonë shuplakat e ato vijat që janë në shuplakat e dorës, pastaj vijat që mund të krijohen në kafe, do thotë masi që të pihet, apo lëvizja e yjeve, domthonë planeteve në qiell, si mund që ato të ndikojnë në zhvillimin e gjërave? Si është e mundur, do thotë, ku mundet me qenë kjo lidhja? Si mundet do thotë ajo vija e kafes me ndiku do thotë që njeriu po them kushtimisht me marr një rrugë? Do thotë si është e mundur kjo? Prandaj këto gjëra janë vetëm kotësi edhe mashtrime të njerëzve me anë të cila fatkeqësisht devijohen njerëzit. Edhe çka është më e keqja e krejt kësaj, njerëzit nga ajo zbrazësia të cilën e kanë në zemrat e tyre, zbrazësia e besimit, për arsye se njeriu është I krijuar me besu. Edhe nëse atë besim nuk e plotson me besim të sinqert, me besim të sakt në Allahun e plotfuqishëm, ashtu si duhet, atëherë patjetër atë zbrazësir në zemrën e tij do ta mbush me gjëra do thotë kota të cilat ai I beson edhe ec pas tyre. Prandaj edhe kjo prandaj vrehet edhe ajo prirja e njerëzve të cilët nuk e kanë besimin si duhet apo fare nuk besojnë apo edhe besimin nuk e kuptojnë se çfarë do të thotë të besosh në Allahun e madhëruar, e shohim se kanë prirje në leximin e këtyre gjërave apo shkojnë mas këtyre parashikimeve të këtyre falltarëve me pretendimin, ndoshta shumica e tyre mendojnë se kjo është edhe prej fesë, fatkeqësisht. Kështu mendojnë do thotë, posaçërisht ata falltarë të cilët e ngjyrosin ato mashtrimet e tyre me disa ngjyrime fetare, islame të cilat nuk kanë lidhje me fen edhe me islamin, sikurse disa pseudo hoxhallar, nëse mund të themi, të cilët pretendojnë se mund të parashikojnë apo të dinë do thotë për ardhmërinë e njerëzve edhe nëpërmjet tyre parashikimeve arrin do thotë ti mashtrojnë njerëzit. E themi se edhe për sa I përket leximit të këtyre gjërave, edhe nëse nuk I besojmë, nuk duhet lexohen këto. Duhet do thotë të shpërfillen për arsye se njeriu mund t'i lexojë ato si relaksim, si po thotë do thotë ky lexues, por fatkeqësisht njeriu ka të prirun që ti mbeten në kujtesë se shumica e këtyre gjërave të cilat thuhen nëpër këto gazeta, nëpër horoskope e sende, janë do thotë gjëra trilluara. E ka disa prej tyre të qellohen, sikurse që mund të qellohet për shembull në 100 raste 1, 2, 3 apo 10.
mund të qellohet. E njeriu e ka të prirur që kur ti lexon të gjitha ato mashtrime, që ti mbesin në kokë, do thotë harrohen të gjitha ato trillime të cilat nuk kanë ndodhur, por nëse në jetën e tij ndodh diçka që e ka lexuar, do thotë në horoskop, thuhet, domthonë ta bëjnë një ndërlidhje se kjo tek ka i paralajmërimit të cilën e kam lexuar, edhe kjo në një formë do thotë krijon një lloj mbështetje në lexuesin, e cila mund, do thotë, me kalimin e kohës që njeriu edhe të fitoj një lloj besimi se ka mundësi që këto gjëra do thotë të qellohen edhe të jenë të sakta. Do thotë kjo, prandaj unë e këshilloj do thotë të largohemi këtyre Do doja të bëja edhe një pyetje në lidhje me këtë. Gjatë kohës sa kam qenë në radio, është fakt që kanë thirrë shumë telefonues dhe kanë kërkuar pikërisht horoskopin ditor. Çdo ti porosit një ata realisht a e din apo jo të ardhmen astrologët dhe cili është parashikimi i tyre? Në fakt do thotë horoskopi është një shkencë, them më mirë pseudoshkencë, për arsye se ka dallim ndërmjet astrologjisë si drejtim dhe astronomisë, e cila i studion do thotë lëvizjen e yjeve apo planetet qiellore në botë në hapësirë dhe emrat e tyre, karakteristikat e secilës e kështu me radhë. Kjo është do thotë ajo shkenca e astronomisë shkencë e cila do thotë i detekton apo e hulumton hapësirën. Kurse astrologjia është një shkencë e cila në gjuhën arabe i thuhet tanjim, me anë të së cilës do thotë njerëzit me ato lëvizje të atyre yjeve apo planeteve parashikojnë gjëra dhe parakallzojnë se nëse ky planet do thotë e bën këtë lëvizje, atëherë do të ndodhë kjo katastrofë apo do ndodhë kjo e mirë e kështu me radhë. Kjo do thotë në fakt është mashtrim. Edhe është e njëjtë sikur se çdo formë e parashikimit e cila bëhet me anë të kafës apo ato forma të cilat i përmenda, edhe historia njeh do thotë me dhjetra lloje të këtilla do thotë parashikimeve që njerëzit i kanë njohur në historitë e hershme, edhe vazhdojnë do thotë i aplikojnë edhe në kohën bashkëkohore. Të gjitha këto parashikime astrologjike të cilat i parashikojnë njerëzit, do thotë janë trillime edhe mashtrime. Dhe ata njerëzit për të arritur tek paraja, edhe ndoshta edhe për ta gazetat ditore apo të ndryshme për me i afru lexuesit edhe për me shumunu tirazhin e shitjeve, i shpeshtojnë këto parashikime me këtë qëllim. Gjitha këto synojnë do thotë që njerëzit të preokupohen edhe të mirën me këto gjëra dhe të devijohen, domthonë shkakton do thotë devijimin e njerëzve nga besimi i sinqert për cilin falem pak më parë. Prandaj unë edhe një herë i kisha këshilluar që të largohemi këtyre gjërave, të kapemi do thotë në besime të sakta në Allahun e Lartësuar, edhe të dorëzohemi atij dhe ta dimë se çdo gjë që ndodh me vullnetin edhe përcaktimin e tij dhe të nënshtrohemi atij, dhe nëse njeriu besimtari i dorëzohet Allahut të madhëruar, atëherë padyshim edhe suksesi i tij në këtë botë do të jetë do thotë i mbar edhe e hajrit. Allahu e di më së miri.